Të dashur miq, përshëndetje, mirë se erdhët në Të jetosh besimin. Sot do ndaj një nga shëmbulltyrat më të dashura që Jezusi tregon, shëmbulltyra e delës së humbur. Dashuria që kërkon atë që të tjerët harrojnë dhe braktisin. Jezusi pikërisht nis kështu rrëfimin e kësaj shëmbulltyre. Cili nga ju po të ketë 100 dele dhe t'i humbas njëra, nuk i lë të 99 në shkretë të tjerë dhe nuk shkon pas asaj që humbi, derisa ta gjej. Kjo shëmbulltyrë trondit logjikën tonë ekonomike, edhe shoqërore. Për ne 99 delet janë më të rëndësishme se njëra. Për Jezusin, një jetë e humbur ka vlerë të pafundme. Bariu lë shumicën për të kërkuar individin. Kjo është zemra e mbretërisë. Zoti nuk i numëron njerëzit si statistika, por i do si individ, si persona. Një figurë historike që më shëron këtë është Raoul Wallenberg, diplomati suedez i cili gjatë luftës së dytë botërore shpëtoi 10 mijëra jetë njerëzish nga shfarrosja. Ai mund të kishte qëndruar i sigurt në zyrat diplomatike të kohës, por zgjodhi të dilte në rrugë, të kërkonte të mbronte, të ndërhynte personalisht për njerëz të cilët nuk i kishte njohur, nuk i kishte takuar më parë. Ky person nuk pa turmën, por pa individin brenda turmës. Ai nuk pa statistika, por shpirtra njerëzor me vlerë. Siç do thoshte edhe Emanuel Levinasi, tjetri është përgjegjësia ime përpara çdo llogaritjeje. Më lëroj të ndaj për ju disa të vërteta që dua të mbesin. Së pari, Zoti kërkon, nuk pret. Bariu nuk pret që delja të kthehet vet. Ai shkon ta kërkojë dhe ta gjej. Hiri i Zotit është aktiv dhe jo pasiv. E vërteta e dytë, çdo jetë njerëzore ka vlerë absolute. Delja humbur nuk është e zëvendësueshme. Asnjë njeri nuk është i tepërt në këtë botë. E vërteta e tretë, gëzimi i Zotit është restaurimi dhe jo numri. Kur delja gjendet ka gëzim, jo sepse shumica u ruajt, por sepse një jetë u shpëtua. Perëndia na do, sikur se cili prej nesh ishte i vetmi person që do të banonte në këtë planet. Shoqëria jon fatkeqësisht vlerëson masën, numrat, turmën, suksesin kolektiv, influencën, pushtetin, por Krishti vlerëson individin, dinjitetin personal, shpëtimin e një shpirti të vetëm. Kanti do thoshte, njeriu nuk është mjet, por qëllim i fundëm. Wallenbergu e jetoi këtë të vërtetë. Ai rrezikoi jetën e tij për të shpëtuar jetët e tjera të humbura njerëzore. Ndaj Zoti sot mbase na pyet, kë je duke lënë pas dore, sepse për ty nuk bën ndonjë diferencë? A i do njerëzit si numra, apo si shpirtra të çmuar dhe me vlerë? A je i gatshëm të lësh rehatin tënde për të kërkuar atë që është e humbur dhe për ta shpëtuar? Delja humbur është gjithnjë pranë nesh. Mund të jetë njëri nga fëmijët tanë, mund të jetë një vëlla, një motër, mund të jetë një koleg, i cili ka nevojë të shpëtohet. Le t'i lutemi Zotit së bashku. Zoti dashur, më jep mua zemrën e bariut, më çliro nga indiferenca e shumicës dhe më bëj të jem kërkues i atyre që janë të humbur. Më mëso të dua një njeri ashtu siç ti e do në një botë të tërë. Më jep zemrën tënde dhe mshurinë dhe dashurinë tënde për njerëzit. O Zot, bekoj burra dhe gratë që janë duke më ndjekur këtë ditë. Lutem o Zot, që ti mbrosh dhe ti udhëheqësh në udhëtimin e tyre jetësor. Në emrin e Jezusit. Amen. Të dashur miq, ky ishte meditimi për ditën e sotme, mezi pres t'ju takoj sërish në meditimin e ditës së nesërme. Miru takofshim.